Roma është pushtuar në fund të qershorit nga zhurma karakteristike e motorëve, ngjyrat e pafundme dhe atmosfera e një feste që bashkon breza të tërë. Entuziastët e Vespas nga e gjithë bota janë mbledhur në kryeqytetin italian për të festuar 80 vjetorin e skuterit që u kthye në një ikon të lirisë, stilit dhe udhëtimit. Rreth 25.000 Vespa kanë mbushur rrugët historike të Romës në një paradë spektakolare, ku morën pjesë përfaqësues nga plot 67 vende të botës, nga modelet më të vjetra e deri te versionet më moderne. Çdo motor mbart historinë e tij, ndërsa çdo pjesëmarrës një pasion që nuk njeh kufi. Parada, kulmi i aktivitetit Vespa Roma 2026 80 vjet ikon, kaloi pranë Koloseut, Piazza Venezia, Altare della Patria dhe forume perandorake. Përgjatë itinerarit, mijëra qytetarë dhe turistë duatrokitën, fotografuan dhe filmuan kolonën shumë ngjyrshe që dukej sikur kishte kthyer Romën në një muze të gjallë mbi dy rrota. Në Foro Italico, Stadio dei Marmi është shndërruar në fshatin Vespa, ku ekspozitat, koncertet, garat dhe aktivitetet e shumta po tërheqin mijëra vizitorë. Atmosfera është elektrizuese, ndërsa emocioni ndihet në çdo cep të këtij festivali. Vespa nuk është thjesht një mjet transporti, është një simbol që prej 8 dekadash mishëron elegancën italiane, shpirtin e aventurës dhe dëshirën për liri. E krijuar nga kompania Piaggio në vitin 1946, ajo u bë një nga simbolet e rilindjes së Italisë pas luftës së dytë botërore dhe më vonë pushtoi ekranin e madh në filmin e famshëm Roman Holiday, që nga ajo kohë më shumë se 20 milion Vespa janë shitur në mbar botën, ndërsa skuteri legjendar vazhdon të prodhohet edhe të udhtojë në rreth 100 vende. 80 vjet pas lindjes së saj, Vespa vazhdon të ndezë të njëjtin entuziazëm. Në Rom nuk festohet vetëm për vjetori i një skuteri, festohet një stil jetese, një pasion që bashkon kontinente dhe një ikon që vazhdon të frymëzojë miliona njerëz. Për disa ditë, kryeqyteti italian është shndruar në zemrën që rre në ritmin e Vespas.